80 vota pro, asnjë kundër për kërkesën e prokurorit të përgjithshëm. Kuvendi i Shqipërisë me votat e majorancës i ka hapur rrugë prokurorisë për arrestimin e 2 deputetëve, Tom Doshi dhe Mark Frokut, përmes një votimi të fshehtë me elektronik, votim për të cilin kërkoi shumicë thjesht votash. Kuvendi vendosi me 80 vota pro dhe asnjë kundër për heqjen e imunitetit dhe për të lejuar kontrollin personal dhe të banesës së deputetit Tom Doshi. Po ashtu me 79 vota pro dhe një abstenim, u vendos për heqjen e imunitetit dhe lejimin e kontrollit personal dhe të banesës së deputetit Mark Froku. Gjatë votimit nuk kanë qenë të pranishëm 2 deputetët, Tom Doshi dhe Mark Froku. Tom Doshi nuk u paraqit fare në seancën e sotme, kurse Mark Froku qëndroi në momentet e para dhe pas fjalës së tij të shkurtër në kuvend u largua duke njoftuar dhe mos pjesëmarrje në votim. Opozita braktisi sallën e kuvendit pak para nisjes së votimit, ndërsa e vetmja që theu vendimin e grupit ishte deputetja demokrate Mesila Doda. Deputetja demokrate shpjegoi qëndrimin dhe voton e saj në seancë. Kemi një profesion që mund ta trajtojmë me 2 mënyra. Së pari duke bërë aktrim politik dhe së dytë duke u sjell si persona që kanë një përgjegjësi shumë të madhe politike. Thënë këtë, jam thellësisht e bindur në drejtësinë e aktit sotëm, në qëndrimin këtu në këtë seancë dhe në votën për të pasur mundësi që të mbështesim institucionet e drejtësisë. Në votim munguan dhe 5 deputetët e BDJ-s. Kryeparlamentari Ilir Meta qëndroi në seancë ndërsa në momentet e paraqitjes së relacioneve nga majoranca dhe opozita dhe gjatë votimit u largua nga salla. Në votim kanë munguar dhe 3 deputetët socialistë, Pierin Dreu, Ledi Shamku dhe Fidel Ylli. Vendimi i kuvendit ju përcoll më pas prokurorisë së përgjithshme, e cila ka 2 mënyra për të ekzekutuar atë.